na ma herët në praktikën tonë klinike nuk kemi pas numër kaq të madh të adoleshentëve ose të rinjeve që kanë nivelet kaq të larta të ankthit, të stresit, po edhe mandej këto manifestohen edhe në vështirësi të komunikimet. Fëmijët fillojnë me belbësu, fillojnë me pas vështirësi me fol hapra në për mjediset në të cilat ata nuk ndihen të sigurt, po edhe në mjediset që ma herët kanë qenë të përshtatshme dhe të sigurta për ta, fillojnë që me pas një lloj mbyllje apo një bllokim emocional social. E qartë. Ne, Albina, vazhdimisht po flasim për ndikimin direkt të teknologjisë tek fëmijët, por nuk po e diskutojmë shumë këtë pjesën e modelit prindërve, cilin model kanë vendosur me jap fëmijëve tyne. Çka mendon dhe cilat janë disa prej gabimeve më të zakonshme që i bëjnë prindrit në raport me sjelljen ndaj fëmijëve tyne dhe në zhvillimin e të folurit në këtë rast? Mos komunikimi gjatë kohës që janë në shtëpi është një prej problematikave. Na e kuptojmë ngarkesën e madhe që edhe jetën dinamike e cila është kriju në ditët e sotme, kohën e gjatë që fëmijët e kalojnë në kopsht, edhe pjesa e pasdites na rekomandojmë gjithmonë që me qenë e mbushur me loja dhe me aktivitete të cilat munden me qenë interesante për fëmijët. Po edhe në qoftë se nuk mbrim që me ullë dhe me bu një aktivitet të strukturuar ose një lojë të strukturuar, mjafton që veç me komuniku për çysh kemi kalu gjatë ditës, çka jemi duke bu aktualisht, me i përfshi fëmijët edhe në punët e përditshme të cilat na i realizojmë, është një formë e mirë qysh ata mos me pas mundësi që me kalu që atë kohën e lirë që kanë veç të mbyllur në teknologji. Po çysh mundemi ndryshe me apliku në një farë forme një ambient, me jap fëmijëve një ambient komunikues, një ambient ku nuk ka varësi teknologjike, çysh nga prindrit po edhe nga fëmijët? Së pari duke modelu prej vetës, prindrit është mirë që në mjediset ku qëndrojnë me fëmijët e tyre mos me qenë shumë të ekspozuar ndaj teknologjisë, është shumë e lehtë që as janë informacione tash se sa janë të pashëndetshme edhe të papërshtatshme materialet të cilat janë në teknologji, kështu që prindërit munden me u njoftu lehtësisht për to edhe mandej me pas një mënyrë se çysh me komuniku me fëmijët e tyre edhe çysh me i bu të ditur edhe fëmijëve që është diçka e papërshtatshme, është diçka jo shumë e mirë me i ekspozu në ato se çka janë të këndshme dhe çka janë të përshtatshme për moshat e tyre, e mandej kjo kish mujt me ju ndihmu shumë a shumë në funksionimin e përditshëm. Albina, jemi drejt minutave të fundit të kësaj interviste. Cili do të ishte një prej mesazheve tua si profesioniste për gjithë prindrit të cilët po jetojnë në epokën digjitale, për gjithë prindrit edhe shoqërinë përgjithësi? Aktualisht teknologjia është një përparësi shumë e madhe në jetën tonë, edhe në përditshmërinë tonë, sidomos tek prindërit të cilët kanë fëmijë të vegjël, kështu që rekomandimi kryesor është që me u përdor teknologjia vetëm për arritje të fëmijëve, vetëm për me mësu gjëra të reja, e jo veç ekspozim i zbrazët edhe mos me pa interakcion edhe me u ndiku negativisht fëmijëve. Kështu që me e hulumtu pak ma shumë, cilat janë disa materiale që mundet me qenë me stimulim pak më të oltë edhe që nuk ju ndikojnë shumë negativisht fëmijëve, me qëndru bashkë me ta gjatë kohës së ekspozimit, edhe mos me u ekspozu sidomos fëmijët deri në moshën 2 vjeçare, jo më shumë se 30 minuta ekspozim gjatë ditës, e pastaj deri në moshën 6 vjeçare, jo më shumë se 1 orë gjatë ditës. Kjo kish me qenë idealja në qoftë se normal prindrit mbrin me menaxhu si formë të ekspozimit ose si kohë të ekspozimit.